Të rishikues të nderuar, sot të ftuar kemi Evisa Pacollin. Para disa ditësh ne botuam një portret të shkurtër të saj në faqen tonë në Facebook, pasi është e para shqiptare e lindur në Kanada, pjesëmarrëse në Miss Universe Albania. Nuk është vetëm fakti që Miss Universe Albania është një garë bukurie e përmasave të rëndësishme edhe e një cilësie të veçantë, aq më tepër që nxjerr kandidate për të përfaqësuar Shqipërinë në Miss Bota, Miss World, por mbi të gjitha cilësitë e kësaj vajze të Evisa Pacollit, e cila përfaqëson jo vetëm bukurinë shqiptare, por edhe vlerat tona më të mira. Kjo është arsyeja që e kam ftuar sot në studio. Evisa, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Duke shumë bukur edhe na zbukuron ekranin. Faleminderit shumë. Unë bëra një hyrje të shkurtër tënden, po do desha të di pak më shumë nëse mund të më tregosh diçka për veten tënde dhe se çfarë interesash ke ti në jetë. Po, patjetër. Atëherë, unë jam Evisa Pacolli, jam 21 vjeçe, kam 2 vëllezër më të vegjël dhe prindë e mi që i dua shumë. Jam një person shumë e përkushtuar dhe e motivuar. Në të njëjtën kohë jam edhe e dashur dhe e afërt me njerëz të mi, sidomos me familjen time. Vlerësoj shumë rritjen personale dhe gjithmonë përpiqem të bëhem verzioni më i mirë e vetes. Aktualisht punoj si menaxher në një dyqan që quhet Ritzia, ku kam mësuar rëndësinë e leadershipit dhe komunikimit. Jashtë kësaj, kam një pasion të madhe për modën dhe për bukurinë. Për mua është shumë e rëndësishme që unë jo vetëm të arrij sukses, por edhe të mbetem e vërtetë siç jam unë Evisa në çdo hap rrugës. Shumë bukur. Më pëlqeu kjo fjalia e fundit. Ti je lindur nga 2 prindër shqiptar, dhe mua më intereson çfarë është transmetuar te ty si shqiptare. Domethënë, çfarë gjërash apo cilësish të bëjnë ty shqiptare? Atëherë, ajo që më bën shqiptare janë vlerat që më janë dhënë nga familja ime. Jam rritur me një dashuri të madhe për familjen, me respekt dhe me një ndjenje fort krenarie për rënjet e mia. Historia e prindërve të mi më ka mësuar të jam e fortë dhe mirënjohëse, edhe pse nuk jam lindur aty, jam lindur këtu në Kanada, e mbaj kulturën time me krenari në çdo hap që bëj. Prindët e tu kanë ardhur në Kanada si refugjat, mos gaboj? Po. Po, okay. Do të vim edhe një herë tjetër dhe prindit pak më vonë. Unë do desha të di diçka lidhur me atë që të shtyu të marrësh pjesë në Miss Universe Albania. Është një dëshirë për të riafirmuar veten, bukurinë fizike, intelektuale, apo dëshiron të ndihmosh karrierën tënde? Më duket sikur thej që ke ambicie për në modeling apo jo? Po, modeling patjetër është një pasion i imi, por që arsyeja pse kam zgjedhur Miss Universe Albania shkon përtej kësaj. Për mua, s'pari herë e shoket si një mundësi për të zhvilluar si person, por edhe për të bërë një ndryshim dhe për të përdorur zërin tim për diçka shumë më të madhe se vetja. Unë dua të jam një shembull pozitiv dhe dua të inspiroj vajzat që pavarësisht se çfarë thonë të tjerë, çfarë mendojnë dhe kush të mbështet apo jo, dua të inspiroj këto vajza që të besojnë në veten e tyre dhe në ëndrat e tyre. Shumë bukur. Me sa vajzash je përzgjedhur dhe cilat ishin kriteret? Pra janë 2 pyetje në të njëjtën pyetje. Atëherë, unë kam aplikuar online tek faqja Miss Universe Albania
dhe jam kontaktuar nga stafi dhe kam bërë intervistën në telefon, ku kam treguar eksperiencet e mia, dëshiren dhe ato çka synoj. Për pjesën e sa vajza ka, unë atë nuk e di akoma. Evisa, me sa di përveç Miss Universe Albania, ekziston edhe Miss Universe Kosova. Ti zgjodhe të aplikosh te Miss Universe Albania. Pse midis këtyre të dyve zgjodhe Shqipërinë? Mund të kishe zgjedhur edhe Kosovën. Atëherë, për mua, Shqipëria dhe Kosova janë një, atë e kam mësuar nga prindërit e mi, dhe ashtu e ndjej vetë, dhe do me thënë, Shqipëria, Kosova, të gjithë jemi një lloj, kështu që për njatë kam zgjedhur të vi në Miss Universe Shqipëria, por nëse nuk e fitoj këtë Shqipërisë, do të konkurroj në atë Kosovës prapë. Kuptova, shumë bukur. A ke kuriozitet politik ti, Evisa? Nuk them a merresh me politik, se besoj nuk ke kohë të merresh me politik, ndoshta është dhe herët, por thjesht kërshëri, kuriozitet, a e ndjek aktualitetin botëror? Me thënë drejt, nuk kisha thënë që jam e përfshirë drejt për drejt, por që përpiqem të jam e informuar për ngjarjet globale. Besoj që është e rëndësishëm, sidomos për një vajzë re si vetja, të kuptoj çfarë po ndodh në botë, sepse kjo forman mënyra si mendoj unë dhe të ardhmen tem. Gjithashtu jam gjithmonë e hapur për të mësuar dhe për të kuptuar perspektive të ndryshme. Bukur. Si vajza e dy shqiptarëve nga Kosova, dy prindërve nga Kosova, që siç ma konfirmove dhe vetë, janë vendosur në Kanada si refugjat pas luftës së vitit 1999. A e ndjen ti veten të viktimizuar? Ta bëj këtë pyetje sepse për mendimin tim, rinia kanadeze vuan nga një lloj sindromi i vetë klasifikimit, do të thosha, në një kategori viktimizimi. Ti ndjesh si viktim në Kanada? Nuk ndihem si viktime as pak, përkundrazi, e kuptoj që familja ime ka kaluar shumë, por në fakt e shoh si një avantazh për mua. Më ka thënë babi mu këtë gjë dhe më ka ngel si këshill, ka thënë që sfidat nuk duhet të na përcaktojnë, por të na forcojnë. Kështu që kështu e shoh. Nga dy prindrit, kush ka qenë mbështetja jote më e madhe deri tani? Të dët për zotin. Të dët janë shumë suportues dhe më kanë mbështet për çdo gjë që kam kaluar deri tani. Shumë bukur. Ti e kupton fjalën ves edhe virtut. Cili është sipas teje vesi më i keq njerëzor? Atëherë, për mua, një nga vesët më të këqija është mungesa e empatisë, kur njerëzit nuk përpiqen të kuptojnë njëri tjetrin, besoj që krijohet një ndarje dhe distancë. Empatia është ajo që në bën të lidhemi dhe të mbështesim njëri tjetrin, kështu që për mua është kjo. Atëherë, pak a shumë i paradole edhe pyetjes tjetër, cili është virtyti më i rëndësishëm? Po, virtyti më i rëndësishëm për mua është integriteti, aftësia për të qëndruar vërtet ndaj vetes, të vlerave tua, edhe kur nuk e ke askën afër. Integriteti besoj që ndërton besim edhe respekt. Më lejo të bëj edhe një pyetje, se jam shumë kurioztar. Ti flet një gjuhë shumë të bukur, të pastër edhe të pasur, gjuhë standarde, me nuanca gege, kuptohet, je përshtatur standardit ton televiziv. Si e ke pasuruar, si ke përvetësuar gjuhën shqipe? Me thënë drejt, unë shkoj me familjen time në Kosovë çdo vit dhe e kam kapur pak a shumë dhe mundohem me fol më shumë shqip në shtëpi, sepse nuk dua
Nuk dua me fol anglisht, tham kur kam unë e fëmijë dhe familjen time, nuk kam qef me fol anglisht, dua me mësu shqipen taman siç është, kështu që ka pak. Atëherë, më lejo të të bëj edhe një pyetje në parim është intime, po pa hyrë në detaje. Si do të doje të ishte shoku yt i arshëm i jetës? Çfarë cilësish duhet kishte ai? Atëherë, unë do të doja që partneri im i arshëm të jetë i sigurt në vetvete, me vlera të forta dhe me qëllimin e jetë. Çdo person që më nje, e din që e kam thënë këtë gjë 100 herë dhe do ta them këtë, unë jam një person shumë e sigurt me veten time, e di se çfarë kam për të dhënë dhe çfarë dua në çdo aspekt jetës time. Ndaj, për mua është e rëndësishëm që unë të jam me dika që është i njëjtë në atë aspekt dhe patjetër dikush që u mbështet dhe u respekton. Kjo është e ditur. Atëherë, edhe diçka tjetër lidhur me Miss Universe Albania, mësova që ju do të udhtoni drejt Shqipërisë javën e 3 të majit, mos gaboj. Sa ditë zgjat gara dhe kur është finalja? Zgjat 3 javë dhe finalja është më duket me 6 qershor. Dëshiron të shtosh diçka tjetër, se mbas edhe pyetjet e mia nuk kanë qenë të plota, mos ka munguar diçka? Ke dëshirë të përshëndesësh dikë ose të shtosh diçka? Jo, unë dua të falenderoj Miss Universe Albania që më kanë pranu me shku, jam shumë excited. Dua të falenderoj printe mi që më kanë mbështet jashtëzakonisht shumë në këtë periudhë dhe faleminderit juve që më keni ftu. Ishte kënaqësi, domethënë. Edhe unë të falenderoj për kohën, ke ardhur nga Mississauga në studion ton, edhe të uroj mbarësi dhe suksese. Mbarësinë përgjithësi në jetë, je vajzë shumë e mbarë, bukuroshe po, por edhe një vajzë e mbarë, një shqiptare e mirë. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë, e vlerësoj, faleminderit.